Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahum xhalla xhelaluhu e falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ecin, ndjekin, pasojnë dhe do të jenë në rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Alhamdulillah për çdo mirësi dhe begati që na ka falë i Madhi Zot, nuk ka dyshim o vëllezër dhe motra se t'ju zgjedhë Zoti në këtë natë që shkëputni nga koha juaj për hatrin e Zotit, në emrin e Zotit, për të përmend Allahun, dijeni se Zoti më ju do fort. Ju ka zgjedhur Allahu, ju jeni këtu me dëshirën e Allahut, me vullnetin e Allahut dhe me dashurinë e Allahut. Pasha Allahut që nuk ka Zot tjetër veç Tij, asnjëri për jush nuk ka ardhur sonte këtu nga vetja vet. Vallahi jo, pasha Allahut. Është zgjedhja e Allahut, si për mua edhe për ju. Për këtë arsye, ne obligohemi që të jemi si fillim falëndërues ndaj Allahut i cili po na mundson dhe na man afër. Për këtë arsye thoshin të moshmit, me qamek, hajtu e qamek, e ke vendin ku të kalon, e ke vendin ku të kalon, përderisa na kalon në këtë vend që është shtëpia e Tij, në këtë vend ku përmendet emri i Tij, dhe në këtë vend ku do trajtohet një temë që është interesante për gjithë secilin prej nesh, që inshallah shpresoj për të madh Zot na bëj dobi të gjithëve, kjo është mirësia e Zotit, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Mendum që ta quajmë ligjëratën sot me një titull Lutjet, duat si të na dëgjohen. Po Zoti më dëgjon gjithçka, pse nuk i dëgjon ca dua për shembull? Dëgjon në kuptimin përgjigjet. Lutjet, duat si të na përgjigjen, si të morim përgjigje nga duat tona dhe lutjet, pra si të na përgjigjet Allahu më thjesht, kurse kështu e quajtëm lutjet si të na dëgjohen. Ta ngjoftë Zoti, pra me kuptimin ta pranoft Allahu duan edhe lutjen që ti bëne. Prap e kemi pa në synin e interesit, si të na pranohen. Faktikisht thoshte njëri prej të moshëmve, la ahmilu hammel ijabati innama ahmilu hammed duai. Thot, duke kam hallin, a do të më përgjigjet apo jo? Unë hallin e kam që të inspirohem me bo dua. Po njeriu është i vogël me të gjitha kuptimet e vogëlsisë, edhe gjithmonë shef interesin si të më përgjigjet, si të më pranohet. Përpara se të shkosh këtu, ti duhet të jesh i edukuar me të bëri dua gjithmonë. Ti duhet të edukojsh veten tate me dua. Për këtë arsye transmetohet prap nga të parët tanë se kanë thonë, kur Allahu nuk më përgjigjet, unë kuptoj 3 gjëra. Kur Allahu nuk më përgjigjet, unë kuptoj 3 gjëra. Se nuk është momenti, se ndoshta nuk e kam merituar, se ndoshta Allahu ka përgatitur diçka më të mirë se sa duaja ime. Dhe kjo mbështetet edhe një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur ndonjëri për jush lutesh, ndodhin 3 gjëra, ose e merr përgjigjen, ose Zoti ja ndron lutjen me një të keqe që do i binte dhe Zoti ja largon atë të keqe, ose Zoti ja ruan shpërblimin e duas në botën tjetër. Kështu që nuk është puna a e marrin përgjigjen apo jo, puna është si ta edukojmë në veten tonë me qenë për atyre që i lutën Allahut vazhdimisht. E morëm apo nuk e morëm përgjigjen? E arritëm atë që deshëm apo nuk e arritëm atë që deshëm? Sepse nëse ne i lutemi Allahut vazhdimisht, realizojmë disa gjëra të bukura për veten tonë. E para, realizojmë tek vetja jonë faktorin e robërimit para Allahut, nevojës, varfërimit. Pra ti kur i lutesh, fjala lutje, dua, nënkupton të kërkosh diçka nga dikush që është mbi ty, lart teje. Për këtë arsye quhet lutje, ti je poshtë, ti je i dobët, ti je i varfër, ti je nevojtar, ti je lyps. Po lyps. Po lyps para Allahut. Kjo lypja përpara Allahut ti jep i pozicion shumë të lartë, ti ngren shumë. E nëse i lyp krijesave, bjerë shumë poshtë.
Nuk I ndahet njeriu lypjes e Zoti vazhdimisht I hap dyrë varfërie. Nuk I ndahet njeriu lypjes derisa dali përpara Zotit ditën e Kiametit dhe s'ka pik mishi në shtyrën e tij. E kundërta me Allahun xhelle xhelaluhu. Ibnu Adem yagdabu in sa'altahu wallahu yagdabu in tarakta su'alahu. Thot njeriu mërzitet kur I lyp. E Zoti mërzitet kur nuk lyp prej tij. Atëherë duke I lyp Zotit, duke I kërkuar, po ndroje çik termin se term shumë, po ne jemi lypsa te Allahu. Po lypsa Allah. Po një lloj lypje që ty t'jep lartësim. Wa annahu joya lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Robi I Allahut kur po I lutej Allahut, flet Zoti për një moment që xhint kanë dëgjuar pejgamberin sa duke bë dua, duke u lut, duke fal sabahun, janë grumbulluar nga të gjitha anët. Sa ka qenë hera e parë që u ka rënë vesh Kur'ani dhe bukuria e Kur'anit. E Allahu çfarë tha për pejgamberin alayhis salam në ato momente kur po I lutej Allahut, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Desh u mblodhen si për ti, u habitën, u manitën. Se po lutej, po I drejtoj Allahut Zotit botrave, po lexon të Kur'an. Kështu që ne duke lyp prej Allahut xhelle xhelalu, duke lut atij, një ulën dhe egon ton dhe tregojmë se jemi robër të atij dhe jemi lypsa përpara atij. E dyta e kënaqim atë. Kënaqet Allahu kur ne I zgjasim durt. E hidhrohet Allahu kur ne ja zgjasim krijesave. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu nuk bën që njeriu të lypi vetëm se 1, 2, 3 raste. Se po fillove me lyp, s'myllet më kurrë ajo derë, Allahu na ruaj. E treta ne realizojmë tek vetja jon robërimin. Jemi të nështruar ndaj Allahut xhelle xhelalu. Tjetra, nëse ne I lutemi Allahut xhelle xhelaluhu, faktikisht Zoti do të jetë vazhdimisht me ne. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, gjithsecili Allahu ka thënë, unë jam për robin tim si të mendoja ai për mua. Dhe unë jam me robin tim kur ai më lutet mua. Allahu akbar. Unë jam për robin tim si të mendoja ai për mua. Ne gjithmonë mendojmë mirë për Allahun. S'mendojmë asnjëherë keq. Them elhamdulillah. Përderisa Allahu na ka sjell deri këtu ku na ka sjell sot, elhamdulillah, na do të mirë. Allahu xhelle xhelalu, dhe mendojmë mirë për Allahun, edhe pse kemi gabime, edhe pse kemi gjinofe etj. Unë jam për robin tim si të mendoj ai për mua. Dhe unë jam me robin tim kur ai më lutet mua. Alhamdulillah. Ora sikur mos kishte mirësi tjetër qenia jon, që vazhdimisht I lutemi Allah, vetëm ky fakti që e kemi Zotin me vete, mbaroi historia. Ç'do do më vëllamo? Po që Allahu me ty, po që Allahu me mua. Ka gjë që mund na thyj neve në këtë botë? Ka gjë që mund na I uli shpresat, dëshirat, ëndrat? Mund të jetë dikush që mund përballet me një që se ka Allahun me vete? Vallahi kurrë. Tjetra, nëse ne I lutemi Allahut xhelle xhelaluhu, tham ai hadithi 3 gjërave. Tjetra, nëse ne I lutemi Allahut xhelle xhelaluhu, shpërblimi është I madh. Po pse? Sepse jetë duke bë adhurim. Pavarësisht se ti po lyp e po kërkon prej Zotit, faktikisht ty Allahu ta shkruan sikur je të adhuru atë. Po më po, një formë e adhurimit Allahu xhelle xhelalu është kur ti thua o Allah, o Zoti im, o Allah, o Allah, o Zot, o Zot. Kur ti thua kështu dhe flet kështu, ti shkruaj sikur je të adhuru Zotin. Siç adhuron dikush me namaz, siç adhuron dikush me tawaf, siç adhuron dikush me agjërim, ti je të adhuru Allahun, po ti po kërkon, s'ka gale, ti je duke adhuru Allahun. Ad-du'a huwa al-ibada. Lutja dhe të lypsh prej Zotit, faktikisht ti je duke bërë adhurim, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tjetra shpërblimi I madh. Aty tregoj për diçka që shpërblimi është tek Allahu xhelle xhelalu shumë I lartë dhe shumë I madh. Më I lartë dhe më I madh se sa tip një arin argjenti, se sa takon një armikun, e ku të përmendja Allahut. Dhe duaja është prej formave të përmendjes Allahut xhelle xhelaluhu.
Tjetra, duke qenë njeriu i rregullt me duan dhe me lutjen, faktikisht ai realizon një nga format e njëshmërisë së Zotit. Je muwahhid. Po si pse? Duaja ka 3 shtylla o vëllezër. Duaja ka 3 shtylla, s'ka 4. 1, ai që i lutesh. 2, ai që lutet. 3, ndërlidhja. Ai që i lutesh Allahu. Ai që lutet ti. Ndërlidhja mes tyne, cila është tyne 2, është lutja. Ti flet, ti komunikon me Allahun xhella xhelaluhu. Dhe kjo e bën njeriu me tauhid të pastër. Se kemi gjënë në Islam, po ti lypësh dikujt tjetër përveç Allahut, gjëra që nuk i ka në dorë askush tjetër përveç Allahut, çfarë ndodh me fen tate? Del nga Islami. Po të kërkosh dikujt tjetër gjërat që i ka në dorë vetëm Zoti, del për nga Islami, për shembull. Kush e ka në dorë jetën, vdekjen, marrësinë, rrezikun, furnizimin, me të dhënë fëmijë, me ta bën marr, kush e ka në dorë këtë gjë? Allahu xhalla xhelalu. Nëse e kërkon dikujt tjetër veç Allahut, del nga feja. I gjallë apo i vdek qoftë. Po mirë, ne kërkojmë për krijesën, shkojmë ke doktori, shkojmë ke inxhinier, s'ka lidhje, këtë mund ta bëj krijesa, nuk ka problem. Çfarë bën krijesa ta ka leju me Kur'an. Problemi është atë kur ti kërkon prej dikujt atë që se bën askush tjetër veç Allahut xhalla xhelalu. Arsyeja tjetër pse ne duhet jemi në botën e duas dhe lutjes është se lutja ka i gjë shumë interesante, bën dobi për ato që kanë novë, ke hall, ke siklet, do të bësh i punë, thot e duau yanfa'u lima nazala wa ma lam yanzil. Tha duaja bën mirë dhe bën dobi për ato gjëra që kanë novë dhe për ato gjëra që akoma s'kan novë. Po mirë, la mu më kanë novë sikleti, ka morë fund problemi, bëj dua. Bëj dua. Edhe pse ka novë, Allahu xhelexhash është plotfuqishëm, të ta kombesojmë i formë tjetër. Si ta Ummu Seleme, më kujtu tha fjala e pejgamberit alayhis salam që kush bën këtë dua, Allahu do ta kombesoj. Me nova me veten time. Un po e bëj duan. Po kush mund të jetë më i mirë se sa Abu Seleme? Mas 6 muaj ja kërkoi dorën dikush që ishte më i mirë se Abu Seleme? Dhe se gjithë bota dhe gjithë njerëzimi, Muhamedi alayhis salam. Pra bën dobi duaja edhe për gjëra që kanë mbaruar, janë mbyll si kapituj, duaja jep efekte. Dhe për gjëra që nuk kanë ndodhur akoma, me dua Zoti i Madh i kthen në favorin tat. Kështu që s'ka të humbur në dua, për këtë arsye tha i moshmi, unë nuk e kam tha hallin, a marr përgjigje, unë kam hallin që të jem për aty që i lutën Allahut, sepse kur e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjalën që u thash më përpara, që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur njeriu lutet një nga 3 gjonat, than sahabët i dhen nuk thirr ja Rasulullah. Than pejgamberi, po nëse është puna kështu, atë i bie më bëj sa më shumë dua dhe lutje. Qale Allahu akthar. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu edhe më shumë. Ne nganjëherë kemi gabim interesant lutjet tona, mendojmë se kur bëjmë ca lutje, mos pa e teprojmë, mos pa kërkojmë shumë. Subhanallah. Hel tentehi khazainuhu, a mbarojnë hambaret e Zotit, a mbarojnë rezervat e Zotit, a nuk tha Allahu në hadithin qudsi se sikur gjithë njerëzit, nga i pari deri tek i fundit, jo këto që janë gjallë sot, 8 miliard, po gjithë njerëzimit mlidheshin me i vend, edhe xhinët mlidheshin me i vend, e ti luteshin Allahu derisa të mbarojnë duat dhe lutjet e tyne, nuk do të mangësonte kjo nga pasunia e Allahut, vetëm sa mund të mangësoj gjilpëra nëse futet në oqeanin botror, e nxjerrë shku një herë dhe shih pastaj sa ujë ka thith gjilpëra. Aq mund të jetë përqindja e mangësimit, hiç fare asgjë. Dhe ne dim shumë mirë që do të vijë një moment që njerëzimi në xhenet do të luten e do i plotësojnë gjitha dëshirat, do të mbarojnë dëshirat e tyre, saqë ju vjen Zoti një moment do i thotë robët e mi, a doni më gjë jo? A keni ndonjë kërkesë jo? Ora u ngopën. Keni ndonjë nuk kemi më Zot. Allahu ka pafundësi. Nëse ne themi, po kërkoj pak. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të lutni Allahun, lutni Firdausin. Ai do bëj dua, lut Firdausin. Mos e bësi puna aty mas dere, vetëm aty me të futën, vetëm mas dere të futën. Ja, pse thu mas dere? Kërko Firdausin, se ndoshta mund zbresë se i qi shkallë më poshtë.
50 shkallë më poshtë. Po stoj mas derës, po pejme net mas dere, mund të myllë edhe në njerë derë, kështu si pa dashje. Do të me prit seanca pastrimi. Duke qenë ne për aty në që gjojni, i lutëm e Allahu Xhelalu bëhemi njerëzit gjojë që këte njerëzit më të vlerësuar të Allahu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, lejsa ala Allahi akram min ad-du'a. Tha s'ka ke Zoti gjë më të vlerësume se sa duaja. Dhe po ti shofësh adhurimet në Islam, në përgjithësi shumica aty në kur rreth ke duaja. Shumica adhurimit në Islam rreth tek duaja. Namazi, gjithë shtyllat, gjithë shkojnë ke duaja. Haxhi, umreja, Ramazani fillon me dua, mbyllet me gjitha shkojnë tek duaja, gjithë ujin e derdhin ku? E derdhin tek pusi i duas. Lejsa ala Allahi akram min ad-du'a. Nuk ka Allahu gjë më të vlerësume se sa duaja. Thuhet në hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Men lam yas'alillaha yaghdabu alayhi. Kush nuk i lyp Zotit dhe kush nuk i kërkon atij, Allahu hidhrohet ndaj tij. Pra ti duke i lut Zotit, shpëton dhe për hidhrimin e Zotit. Pra leverdia që e ka shumë e madhe, pra mos mendojmë si të morim përgjigjen. Shif këtë herë, çfarë po thuhet. Tjetra, ai që i lutet Allahut ka shpëtuar, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej paaftësisë. Ka shpëtuar prej paaftësisë. Si ka thonë në një hadith, nuk ka njeri më të paaft se ai që nuk bën dua. Më i paafti ndër njerëz është ai që s'bën dua. Më i paafti, a'jaz. Njeriu më dembel, njeriu më i paaft është ai që nuk bën dua. Pse pa i ditë këto gjona mirë, nuk bën dua. Po ti di këto gjona mirë dhe ti përthithi mirë, nuk i ndahet më duas. Për këtë arsye në Islam kur del për shtëpi, çfarë bën? Çfarë bën kur del për shtëpi? Dua, kur futesh në shtëpi, dua, kur futesh në banjo, dua, kur delsh për banjo, në banjo, kur shkon me gruan, dua, kur ha bukë, dua, kur çohesh për buke, dua, kur futesh, gjitha ne dua. Se s'ka më të vlerësuar, s'ka më të mirë se sa duaja. Adhurimi më interesant dhe boshti i adhurimeve. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ngren fatkeqësitë nga robët e tij me dua dhe me lutjet. Normalisht që kjo është e përmendur edhe në Kur'an. Amma yujibu al-mudarra idha da'a. Nuk ka kush mund t'ia largojë vështirësi njeriu përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kështu që duaja dhe lutja është gjithmonë në favor të njeriu, është gjithmonë në mirësitë të njeriu. Gjëja tjetër, se ti duke qenë për aty në që i lutën Allahu Gjelle Gjelaluhu, je duke bërë një akt bindje ndaj tij. Po pse? Ka thënë Zoti në Kur'an, ud'uni astajib lakum. Lutmuni, ti përgjigjem. Ti duke i lutur Allahu Gjelle Gjelaluhu, thot Zoti në Kur'an, e ke Allahun më afër. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Nëse ty o Muhammed njerëzit pyesin për mua, se i than o Muhammed, o pejgamberi i Zotit i than sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, i than o pejgamberi i Zotit, Allahu është larg që ta thrasim, ta ngrejmë zonin, apo është afër që ti përshpërisim? Është larg që të bërtasim, apo është afër që ti përshpërisim? E Allahu e dha përgjigjen dhe tha, nëse ty robët e mi të pyesin për mua, unë jam afër e të gjithë lutin e lutësit. S'ka nevojë më këtë. Për këtë arsye ka ndodhur në hadithin e saktë një rast që njerëzit duke bërë dua kanë ngrit zërat e tyre. Ju tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum inma tad'una sami'an basira. O njerëz, ta friksoni Zotit, mos e ngrini zonën kur bëni dua. Se po i luteni një Zoti i cili dëgjon gjithçka dhe sheh gjithçka. Atëherë, për ta mbyllur pjesën e parë ose pikën e parë
Në dua ne jemi gjithmonë të fituarit. Në dua ka mirësi dhe bekime të mëdha dhe ne nuk duhet ta lodhim trunin ton me si të morim përgjigjen. Ne duhet ta lodhim trunin ton dhe shpirtin ton dhe vujdanin ton, duhet ta lodhim, ta edukojmë që të jemi për atyre që luten vazhdimisht. Ti bëj atë që të takon ty të bësh. Çfarë duhet bësh ti? Duan. Pjesa tjetër është e Allahut xhallahu. Pjesa tjetër është e Allah. Unë do t'ja vetëm një shembull thjesht. Sa herë na ka ndodhur neve në jetë që kemi bërë dua. Nuk e kemi marrë përgjigjen. Ka ndodhur ndoshta e kundërta e duas që kemi bërë ne. Mas 10 vjeç që kemi kuptuar që kjo që na ka dhënë Zoti e kundërta asaj që jemi lutur ne, ka qenë më hajër për ne. Sa herë na ka ndodhur kështu? Jemi ngut. Ja kemi fut kot në dua. Kemi kërkuar diçka që po të ishte përgjigje Allahu pra dëgjoj, ndoshta do ishim shkatruar ne dhe familja jonë. Kështu që ti duhet bësh, thot ai, i falma alej. Ti bëj atë që të takon ty të bësh si njeri. Dhe mos ndorin kompetencat e atij që është lart, Allahu xhallahu. Sepse nuk është momenti ndoshta. Ndoshta nuk është koha. Ndoshta ti ke të keqe shumë të madhe që po trokulliset e me mospranimin e duas spostohet fatkeqësia dhe e keqja. Ti thu si nxorra letër, kom bëm rom gjithë notën, dua 3 orë, dua namaznate, letra si nxorra do të hipotekë. Po ti nuk e di se tu shku në hipoteka që shkujt me të morë treni përpara. Po s'tu pranu duaja hipotekës, kaloj treni s'boni gjë. Ose u vonove ti, edhe s'nodhe asnjë gjë. Mos bëj ti hesapet, ti bëj detyrën. Se sekretet e mos përgjigjes duas i di vetëm Allahu xhallahu. Për këtë arsye në transmetim thuhet, dëgjoj, kjo është shumë interesante. Do të thot Allahu robit ti, ditë e Kiametit merri këto shpërblime. E kur shef ai këto shpërblime thotë Zot, po këto nuk i kam bën. Do thonë këto nga më erdhën. Thot Allahu xhallahu, këto janë duat që nuk jam përgjigj në atë botë. Aty do të dëshiron të thot njeriu sikur Allahu mos ishte përgjigjes në duaje. Pra ne nuk i dim sekretet. Si puna ati që tha pejgamberi sa sem, kur të shohin, gjoje, kur të shohin të pas provuarit ditën e Kiametit, se si do i shpërblej Allahut së provuarit, do të dëshironin që në këtë botë ishte prerë mishi me gërshërë. Ne nuk dim sekretet e Allahut. Ne mendojmë se kush sot si sprovum është mirë edhe me Allahun, e ka rregull, jo më s'do të thotë gjë fare. Mund të jesh shumë mirë e mund të jesh ke syrin e Allahut vlera 0. E mund të jesh shumë keq e ke syrin e Zotit mund të jesh vlera jote shumë e madhe. Si puna atij që tha njëri nga fëmijët që ka folë ndjep. Tha një fëmijë po pinte qumësht nga gjiri nënës zë dhe kaloi një njeri që e shoqëronin shumë njerëz. Tha nona, si nona për fëmijën e vet, o Allah, Zot, tha, ma bëj djalin si ky, tha. Ai fëmia ishte të pi qumësht. E hoqi gojen nga gjiri nënës dhe tha, o Zot, jo si ky. U çudit nona, thot si boni fëmia. Dhe vazhdoi fëmia të pi qumësht në qejf vet. Më vonë kalon dikush që se hidhi njëri sy. Tha nona, o Zot, tha çado që të bëj fëmia, tha po, si ky mos më boft. Fëmia tha e hoqi buzën nga gjiri nënës dhe tha o Allah, si ky le të bëhen. E pejgamberi sa në një hadith tha, ka ndodhur një ngjarje ngjashme kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wahid mithlu hadha khairun min mil'il ardi mithlu hadha. Tha një si puna këtij më i vlefshëm te Allahu se sa gjithë bota e mbushur me dikë si puna këtij tjetri. Mirë, po normalisht Zoti i Madh dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam na kanë mësuar ca gjona që ne nëse i përdorim duan tonë dhe lutjen tonë me shpresën e Allahut na dëgohet më shumë. Na dëgohet më shumë lutja dhe duaja. Le të përmendim disa gjëra shpejt. 1. Mbajmë mend këtë. Përdorimi në dua i tauhidit, njëshmërisë së Allahut, pra 2. Vlerësimit të Allahut, 3. Pranimit të mëkatit. Nëse njeriu në duan e tij bashkon këto treja, me shpresën e Allahut
lutja e tij është e pranuar. Si tha, ai që ishte në barkun e balenës, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka Zot të vërtet që meriton të adhurohet përveç teje. Ti je i lirë nga çdo emet, unë i kam bë pa drejtësi vetes time. Ç'a ndodhi? E nxorri. Mbrek më një herë. Falaula an kana min al-musabbihin labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Po mos ishte për aty që e madhëruan dhe e vlerësuan Zotin, do të kishte net në barkun e peshkut deri në ditën e Kiametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tauhidi, lavdrimi dhe vlerësimi i Zotit nga çdo emet dhe pranimi i fajit dhe i gabimit është sekreti kryesor. 2. Përdor në lutjet e tua lutjet që kanë përdor pejgamberët e Zotit. O vëllezër dhe motra, Allahu xhalla xhelaluhu nuk ne i ka përmend lutjet e pejgamberëve kot në Kur'an. Siç ishte rasti i Yunusit apo rasti i Ejubit e kështu me radhë. Nuk ne i ka përmend Allahu kot. Po ne i ka përmend që edhe ne ti përdorim dhe ti përmendim. Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allahu ka urdhëruar besimtarët me të njëjtën gjë që ka urdhëruar profetët. E nëse profetët kanë përdor dua të caktuar, aty i ketë gatshme. Dhe në krye të listës, cili është pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa lutje të bukura, sa lutje të mrekullueshme, sa lutje gjithëpërmbledhse. Ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që si s'ke nevojë as me lodh trun se ka një herë një u zgjedhë për çfarë bëj dua. Merr me vlladuat e pejgamberit alayhi salam. I ke të gjitha aty. 3. Përdor lutjet e Kuranit. Pra përveç lutjes pejgamberëve ke lutje Kurani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina ose ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Ose ajetin surën Ali Imran, ose ajetet e surës Al-Baqara etj. Ke dua sa të dush. Ose thuaj duan e bukur që thot Allahumma inni as'aluka bi khayri ma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluka Muhammad wa a'udhu bika min sharri ma sta'adha bika bihi 'abduka wa rasuluka Muhammad. O Allah Zotim, kërkoj prej teje çdo të mirë që e ka kërku prej teje i dërguari yt, robi yt dhe i dërguari yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe o Zot kërkoj mbrojtjen tënde prej çdo gjë që ka kërkuar mbrojtjen prej teje robi dhe i dërguar yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aro historia. Gjona të thjeshta, gjona të bukura. Lutjet e Kuranit, lutjet e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër që të na ngjohet lutja ne duhet të jemi shumë të sigurt. Vallahi bilaj pasha Allahun. Një nga problemet kryesore të lutjeve tona është se ne bëjmë llogarit. A e morin përgjigjen apo për këtë? Po bonë duan, atë më po e bëj herë, laj durt. Për asaj duaje. Ore Zoti bën dhe mrekulli, Zoti bën dhe mirësi, ta bën edhe kur je kështu, po hadithi nuk thot kështu. Wa antum muqinun bil ijabe, kur të luteni duhet jeni të sigurt që ke për ta marrë. Siguri absolute që Zoti ka për ta dhënë. Mos u lut duke qenë po e bëj herë duan, për inshallah mos. Po e bën kështu, duan nuk ka gjën të rrezik. Siguri absolute që Zoti ka për ta dhënë. Sepse si tha hadithi, o do ta japi, o do të nga fatkesia do ta marrësh në botë tjetër. Si e hum? Tjetër, lutja duke qenë prezent. Si? Or ti kur lutesh duhet ta ndjesh atë që po thu. Senca lutje që na bën rutinë. I kemi mësuar përmes dhe i themi edhe nuk i nim. Lutjen duhet ta nish. Për këtë arsye thot ai, mos shko ke hoxha më u knu, po knoj vetë fëmijës tat. Shkoj ke hoxha të bëj dua për babën, po bëj më vëlla për vete ti për babën tat. Sa e do ti babën tat? Dhe sa të dhem ty baba jot nuk i them hoxhës vëlla. Më e mirë është lutesh ti për fëmin tat, më e mirë është lutesh ti për babën tat, më e mirë është lutesh ti për veten tate.
Sepse sa e ndjen, ti nuk e ndjen ai tjetri. Inna Allah la yastajibu du'a ghafilin lahin. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu nuk i përgjigjet lutjes si njëri i cili është i hutum. Pra nuk e ka mendjen ose nuk e ndjen, ose siç e thon hudur al-qalb, ta ketë zemrën aty kur lutet. Gjë tjetër, lutja në vazhdimsi pa shkëputje. Ke hallti, bëj lutje. Ti edhe lutjen e bë kështu me rezerva. Hallin e ke shumë të madh, lutjen e bë me rezerva. Jo më vëlla, hallin e ke të madh. Çdo namaz, çdo sejdë namaz natë, kudo që ti jesh, sido që ti jesh, tu hec, tu i thon makinës, o Zot, o Allah, o Allah, o Allah. Si tha, o Allah, i tha Musa a.s. A më tha që kjo gruaja nuk lind fëmijë? Tha po me fëmijë këtë vit, e pash me fëmijë në dorë. Tha sa herë luteshe ajo? Sa herë luteshe? Dhe thoshte, o Allah, o Zoti, i lutej Allahut me emrin e Allahut. Allahu xhallahu thoshte, jo, ajo i lutesh Allahut me emrin e Allahut. Derisa e mundi, ta më thoni sa po themi, emri i Allahut dhe lutja e saj ka derin e Allahut. Për këtë arsye tha pejgamberi sa në ditën e saktë, la yurdu al-qada illa ad-du'a, nuk e kthen qaderin më vetëm se duaja. Tani koncepti i kthimit më nuk është puna se Zoti ka shkruar diçka tjetër, bëni dua keni u prish. Ja. Kuptimi është, pra edhe kjo duaja është kader. Po pejgamberi sa ka dashur të inkurajoj. Pejgamberi sa ka dashur të inkurajoj se që ne të lutemi se edhe kjo duaja është kader. Pra faktikisht është kader puna. Po pejgamberi sa nuk ka thonë kader, po ka thënë duaja kthe kaderin, duaja kthe ka dalë me kuptimin që lutu ti se edhe kjo është shkruar, po ti duhet bësh sebepin, siç bëjmë ne për gjitha gjonat e tjera, për xhenetin e kështu me radhë, ne bëjmë sebepet, nuk i ndahemi sebepet kështu. Pra edhe lutja jon duhet të jetë e përhershme dhe e vazhdueshme. A e dini ju se thuhet në librat e tefsirit se është lut Musa alayhisalam kundër Firaunit sa vjet? 40 vjet. Mas 40 vjet që mori. Nuk mërzit, nuk i humbi shpresat. Jakubi alayhisalam është lut për fëmijën e vet, Jusufin thuhet pra 40 vjet. Nuk i humbi shpresat. 40 vjet e kërkonte ai. Si humbi shpresat kur? Ejubi alayhisalam është lut thuhet 7 vjet pa pushim. Nuk i humbi shpresat për Allahu xhallahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa është lut? I shkoi jeta në dua dhe në lutje dhe nuk i humbi kur shpresat. Derisa ja dha Allahu xhallahu. Ti mos bëj, edhe herë po të them, mos bëj ti llogaritë e Zotit, ti bëj llogaritë tua. Dhe duhet të lutesh vazhdimisht dhe pa ndërprerje. Tjetër gjë është që ti lutesh Zotit xhallahu, ti lutesh Zotit xhallahu me frikë dhe me shpresë. Si me frikë dhe me shpresë? O vëllezër, ne nuk i kërkojmë Zotit vetëm punë të kësaj bote, apo jo? Ne kemi hall të madh edhe xhenetin. Ne kemi hall të madh si shpëtojmë nga zjarri i xhenemit. Ne kemi hall të madh si shpëtojmë nga sprova e varrit. Ne kemi dhe hallet e imanit tonë, o Zot na ruaj imanin dhe besimin, o Zot mos na sprovojë etj në imanin tonë dhe besimin etj. E kjo ka nevojë që kur njeriu lutet, të lutet me shpresë. Po edhe me frikë. Se kush jam unë? A e meritoj unë? Me shpresë se Zoti ta jep. Innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Profetët dhe familjet e tyre kur na luteshin, pra kur i luteshin Allahu xhallahu, i luteshin me frikë dhe me shpresë. Dhe ndaj Zotit ishin të përkushtuar. Me frikë dhe me shpresë. Që të na dëgjohet duaja, duhet jemi të kujdesshëm në halalin dhe në haramin. Gjithë dhe ju shkon në men hadithi ati burrit si të o Zot, hëngër haram, pi haram, vesh haram, enna ju së të gjabule. Që të na dëgjohet duaja jonë nuk duhet jetë dua për gjonat këqija dhe gjonat shëmtuara. Si mund të lutesh ti thua, o Zot, o Allah, ma mund sot ja marr tokën ti. Po është toka ati, vëlla. As të vjen zor ty, nuk vjen tur për Allahut. I lutesh Allahut që të mosh tokën e tjetrit. Ç'të dua jo kjo, vëlla. Ose të vdesi dikush që ose ta mallkoj Zotit di pa e meritu, kush jeti unë? Kush jeti që lutesh në këtë formë? E do Allah ta dëgjojë këtë lutje dhe këtë dua? S'është normale, as nuk është mirë.
Tjetër, lutja jonë tjetë pa e tepruar. Çdo thot pa e tepruar, se dite i shparte sa më shumë, pa e tepruar në formën se si kërkon. O vëllezër, Allahu xhel na ka mësuar që kjo botë funksionon në saj disa rregullave që funksionon në jeta e kësaj bote. Ti nuk mund bësh lutje si pejgamberët. O Zot, ma çaj detin Adriatik se du më shku në Itali më kam. Kush jeti valla? Çfarë misioni ke ti valla më shpatlla që do më shku në kam në Itali? Jo, po se Zoti ja ka dhënë Musait alayhis. Kjo është me e tepru njeriu në dua dhe në lutje. Me kërkuar gjëra që nuk janë normale. Nuk ka të pamundur për Allahun, po ka edukat në Allahun. Nuk ka të pamundur për Allahun. Pse? A nuk mundet Allahu me çaj detin Adriatik? Mundet apo jo? Mundet apo jo? Po dyshove del prej feje e qafir. E bon Allahu xhelalu s'ka dyshim. Po nuk është edukat valla me bë lojna të tilla në dua dhe në lutje. Pra ti duhet të jesh shumë i edukuar në dua dhe duhet të kërkosh aq sa kuptohet, aq sa është normale në duat tona edhe në lutjet tona. Gjë tjetër, në lutjet tona është mirë që përdorim emrat e Allahut xhelalu. A ka mundësi t'ja përshtasim? Sa herë që thojsha Slim, ajo thoshte Rahim. Allahu Akbar. Historia e Musait me atë gruan. Sa herë që unë thojsha Slim, ajo thoshte Rahim. Unë Slim, ajo thoshte Rahim. Ajo me të vetë ajo. O vëllezër, dhe motra, ne duhet të kuptojmë që kur bëjmë dua, kemi kriju kontaktin, jemi duke fol me Allahun xhelalu. Ky është problemi që ne kemi. Se ne themi bëjmë dua, po inshallah po shko, inshallah po ngjitet. Ku ka më valla? Ti lutesh Allahut ngjon dhe lutja, duaja jote bën lidhjen. Ajo thoshte o Zot më jep fëmijë. Allahu thoshte Slind, ajo thoshte o Rahim. Ajo me të vetën ajo. Ajo nuk e diti që Zoti po i thos Slind. A morët vesh? O Allahu Zot më jep fëmijë. Allahu thoshte Slim, pra nuk lind. Ajo thoshte o Rahim. O i gjithëmëshirshëm. Mos më le fillikat. Derisa e mundi emri Allahut Rahim, faktin që as do të lindte. Përdor emrat e Allahut. Ke probleme me rrezikun, ka një emër Allahu për këtë punë. Ke probleme me borxhet, ka atë emrin e Allahut xhelalu që zgjidh problemet e borxheve. Ke probleme me çfarë them ty, me gjinofet, ka një emër Allahu që zgjidh problemet e gjinofeve. Ke vështirësi, ka një emër tjetër Allahu që është për zgjidhjen e vështirësive. Ke probleme me imanin, ka një emër special Allahu xhelalu që ti lutesh. E kështu me radhë. Përdor emrat e Allahut xhelalu. Për këtë arsye thuhet hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që thotë Allahu ndër emrat e tij 99 kush i mëson dhe i përjetson, Allahu do t'ja garantojë xhenetin. Përjetësimi i emrave të Allahut çdo thotë ti jetosh me emrin e Allahut, të reflektosh në jetë, thotë dhe ti përdorësh në lutjet e tua, në duat e tua, sipas hallit dhe nevojës që ti ke. Tjetër, të bësh dua me veprat e mira që ke bërë. Elhamdulillah, gjithë secili prej nesh ka vepra të mira. Gjithë secili prej nesh ka sa sekrete mes tij dhe Allahut. Ke i hall, ke i siklet, përdor atë sekret që ke mes tij dhe Allahut. Ore i çuj natë, 2 rekat namaz i ke fal për radhën të Zotit, ke buorën, s'ke pas asnjë lloj qëllimi, mit. Përdor atë 2 rekat kur ke i hall, kur ke i siklet. I ditë ke agjur, se ka ditë askush që ti agjurëshëm. Ka agjur për ditë honës e për ditë tete, përdor. E ditë ke në xhami deri në lindje diellit, ke falat 2 rekatëshin, bile ke qenë vetëm ti. Edhe rojen e kishte zonë gjumë, të prit ty. Përdor atë. Apo çdo vepër të mirë që bën, përdor. Si rasti aty në 3 burrave që i kishte zonë shpella dhe përdorën në duat e tyre si shenjë ndërmjetësimi me Allahun xhallahu përdorën veprat e tyre të mira. Allahu xhallahu pranoi edhe ra shkëmbi nga hyrja e shpellës dhe dolën nga shpella, siç është hadithi që mos ta përmendim për zgjatje pra. Tjetër, ulja e zërit në dua. S'ka nevojë me vërtet dhe ne e tham pak më herë. Dhe ishte hadithi e kështu me radhë. Prej gjërave inshallah që e bëjnë duan ton më të dëgjuar, përdor vendet ose shfrytëzo vendet
ku duaja dëgjohet më shumë. Tjetra pra, shfrytëzo kohët ku duaja dëgjohet më shumë. Tjetra, shfrytëzo momentet kur duaja dëgjohet më shumë. Si për shembull, vendet në sejdë, në xhami, në Qabe, në kodër Safas, kodër në Merves. Kur e duke shku me vizitu dikë për hir të Allahut, aty ku vdes dikush në atë moment, se kjo futet edhe ke koha njëkohësisht, në atë kohë kur vdes dikush, me bë dua për mirë, për vete, për të vdekmin, se me lajket thonë, amin, amin. Tham vendet, kohët, ka ca kohë që janë më të mirë se kohët e tjera, me sezanit dhe ikametit. Duaja në fund namazit, duaja në 1/3 e fundit natës, Allahu xhallahu zbret të cilë në dynjas, me një zbriti që e dinaj, ne nuk e interpretojmë dot, as nuk e imagjinojmë, as nuk e refuzojmë, po themi si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka kohë që kur fillon me ra shiu, jo më u lag në shi, po kur fillon shiu me ra, ti del pak në shi sa të zbuten rrobat edhe bën dua Allahu xhallahu. Shkoha shumë e mirë. Kur je në udhëtim, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjitha këto kanë hadithe. Tjetra momentet, ka disa momente që shfrytëzohen. Koha e iftarit, koha e syfyrit, është moment. Kur lutesh ti për dikë tjetër, lutet meleku për ty, është moment. Shfrytëzo, domethënë aty ku ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo dua kur bëhet pranohet, kjo dua kur bëhet pranohet, shfrytëzoj. Sepse Allahu xhallahu përderisa ka thonë këtu pranohet, do të thotë që shanset dhe mundësit janë që Allahu xhallahu ta pranojë më shumë ti se në çdo kohë tjetër dhe në çdo moment tjetër. Trabaderia. Jo, maj. Ka di në partë, ka bloku rrugat. Nuk më dalë, familjarët. I ka di partë që ka bloku shpinë për balë. Ndoshta se kemi këtu. Se ka njëri. E fundit fare, duat janë dy lloje shoflezër dhe motra. Dua që ti përkushtohesh për të bërë dua dhe duat momentit. Duat e momentit janë kështu, të gatshme. Për shembull, o Zot na fal, o Zot na mëshiro. Jenë sejdë ti bën dua shpejt, para se me dhënë selam bën dua. Dhe ka dua që ti do më u lut. Këto dua që ti do më u lut, është mirë, thonë dietarët, për të edukohesh në dua me 5 gjona. Ku jemi shpirtin, ku jemi zemrën, hajde të shpejt. Ku jeti? S'të kam pa fare të ju. Hiknësht, hec. Kanë thonë, nëse do që duaja ti jetë dua brillante, ki parasysh 5 gjona kur bë duan. Një se duan duke falendëruar Allahun. 2. Ço salavat mbi pejgamberin alayhi salatu wasalam. 3. Deklaro të mirat e Zotit ndaj teje. 4. Prano gabimet dhe dobësinë tate përballë falënderimit Zotit ndaj këtyre mirësive. 5. Futu ke hallijat. Kanë thonë salavatin mund ta përsërisësh prapë në fund. S'ka problem, 2 herë. Pra, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. O Allah, o Zotin, ke dhënë të mira shumë, o Allah, ke dhënë begati dhe mirësi pafund, o Allah. Së mungon asgjë prej teje, o Zotin, çdo të mirë kam prej teje. O Allah, o Zot, unë nuk të falenderoj dot dhe s'ta kam dhënë hakun që ty të takon për këto të mira që më ke dhënë. Më fal, o Zotin. O Allah, o Zot, kam filan hall. O Allah, o Zot, nga zonë filan siklet. Pra, falenderoje, madhëroje, lirësoje, ço salavat mbi pejgamberin alayhis salatu selam,
njësoje, thuj, o Zot, ti je Zot, o thuj, o Allah, në fund fare, o Allah, po të lutem ty se s'kam kujt i lutem përveç teje, ti je Zot, s'kam Zot tjetër, o Allah, përveç teje. O Allah, kujt i lutem përveç teje, kam hall të madh o Zot. Mësohu me fol me Allahun, mësohu me komuniku me Allahun. Thuj Allah, o Zot, po s'kam kujt i lutem Zot përveç teje, kam hall të madh o Zot. S'ma zgjidh një përveç teje, o Allah. Futi dhe i salavat në thuar, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala. Pa mësohu që kur të bësh dua, ta bësh duan tamam. Është ndryshe kur është momentale. Momentale është gjë tjetër, se ti s'ke për ne të sejdë me i bot gjitha këto, e pastaj me bot duan. Se të bjerë pika, në trunë, të vogël, hik. Shahidi inshallah. Shahidi i sejdës. Se kë merë kohë, do kohë kjo. Do të rishi qetë, përqëndrohesh, ti ngresh durët. Ashtë lartë ai, po, du të me ngritë duart pra që të zbesi, mirësia Allah poshtë, pranohet, lutja jonë. A me u drejtu kiblës tonë, disa për tjetarë thotë, me u drejtu nga kibla, s'ka problem, jo sa është synet e shu po. Me qenë me abdes, daha më mirë akoma. Me fali 2 rekash namaz për para, daha më mirë akoma. Me lexu në pjesë Kuranit, daha edhe më mirë akoma. Me bo në vepër të mirë për para, pastaj me ju përkushtu Zot, edhe më mirë akoma. A më mësohu kur lutesh të Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. O Allah, Zot, gjitha të mirat i kam prej teje, por nuk e jap dot hakun Zot, ndaj të mira që ti më ka dhënë. O Allah, Zot, kam këtë hall, kam këtë nevojë. Ma zgjidh, ma plotso këtë dëshirë. O Allah, mos më tupno. O Allah, më jep sukses. O Allah, më largo mysyshin. O Allah, më largo magjin. O Allah, më shërot smurin. Thon fare thu Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kjo është duaja që ti përqendrohesh për diçka dhe i lën një kohë për të lutur. Çfarë nuk duhet, çfarë, si më thon, çfarë mund ta bëj duan tonë të pangjume me kuptimin që s'morim dot përgjigje. Nëse prishim një nga këto pika që ne tham, rrezikojmë, jo se s'pranohet duaja. Po rrezikojmë. Pse thash këtë jo se s'pranohet duaja? Sepse ka një hadith shumë interesant që thot Allahu i përgjigjet duas atij që është bërë pa drejtësi, edhe nëse është fajir, i shthurur, edhe nëse është kafir, ka i transitim. I ke bërë pa drejtësi qafirit, po, i ngreti duart nga Allahu, po qafir, s'ka lidhje. Për këtë arsye thash, ndoshta mos plotësimi një nga këtyre mund të jetë një nga arsyet, po nuk është e thonë. Po nuk është e thënë se Allahu mund të përgjigjet. S'ka lidhje, apo jo. Ngrënia e haramit, problem. Mos qenë i sigurt, problem. Thënia, o Allah, po deshe, s'ka nevojë më thon po deshe, se po desh ka për ta bëu, s'ka nevojë më të marr mendimin tat. Po deshe, po s'deshe. In shit. Thot, për gjënave që në më thonë, mund t'jenë sebeb që s'pranohet duaja është mos prezenca, mos ndjeshmëria, ngutja, vënia kushte Allahut. Po, ka njerëz që kur i lutën me kushte. O Allah, o Zot, ma bëj kështu, se unë do të bëj kështu. O Allah, po ma bënë kështu, unë do të bëj kështu. Kështu flet, thot pejgamberi sasem, vetëm se kopraci. E folme me kushte. O Allah, po ma bënë këtë, unë do të bëj këtë. O Allah, po ma bënë këtë, unë do të... S'ka nevojë Zoti me i vu kështu gjanash. Innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Vetëm kopraci flet në këtë gjuhë me Zotin e tij. Ai që është normal nuk flet në këtë gjuhë. O Zot, pa ma bënë këtë, do bëj këtë. Mos fol në këtë gjuhë me Allahun xhelal. Megjithëse lejohet, po nuk është e pëlqyeshme një gjë e tillë. Për problemeve që mund të kenë duat tona dhe lutjet tona është kur ne në duat tona përdorim ndonjë lloj problematike fetare. Si ka njerëz që kur i lutën Allahut, i lutën nëpërmjet shehut, nëpërmjet hoxhës, me ndërmjetësim. Pse? A kanë bërë këtë shokët e pejgamberit alayhis salam? Jo. A kanë bërë tabiinët? Jo. A kanë bërë të tjerët mbas tyre? Jo. Nga e nxorët në këtë mohabet. Ka edhe më keq akoma që i lutet direkt atij. Ky ishte me ndërmjetësim, o Allah për hatër të shehut apo vdeklit, kurse ky i lutet direkt atij. Po si përgjigj Allahu shirkut? Ti bësh shirk Allahu, përgjigj Allahu shirkut? Jo, s'është normale kjo.
Ne aty në fillim fare shatam tauhidi. Ne i lidhemi me Allahun dhe mendojmë dhe besojmë dhe shpresojmë se Allahu na përgjigjet kur jemi me tauhid pastër. Ky shkon i gjuh tauhidit në pushk. Pam. Thot më përgjigjet Zoti. Po të jetë lut të vdekmit, ose të përdor të vdekmin, ose shehun, ose siç bëjnë këto që bëjnë tawassul. Shirkja apo tawassul bidej. Do të thonë ndërmjetësim i dhujtar që e çon njëri në dhujtari, apo ndërmjetësim që është formë bidati që s'ka ekzistuar, po i kanë nxjerr këto mrapa më të mençmit, që e marrin veten për zgjuar. Po të ishte hajër do ta kishin bërë kush o vëllezër, të parët tanë, se kanë bërë ato marrojnë historia. Nuk mund të ishte më i zgjut, më i mirë, më i bekuar se sa ata. Marrojnë historia, kanë mbyllur ato kapitullin. Ka thënë pejgamberi sa sem brezi që vjen mbrapa, brezi që vjen mbrapa, marrojnë historia. Është mbyll ky kapitull. Si do të përgjigjet Allahu dhe ti bëj bidat? Si do të përgjigjet Allahu dhe ti bësh shirk? Elhamdulillah, shëqyr Zotit, baza e besimtarëve tek ne nuk i ka këto probleme, po janë fut sa që kërcejnë i bin dajrës e i lutën të vdekmëve, ku dëgjon etj etj. Janë fut. Po elhamdulillah në përgjithësi xhamati është i rujt, ama ne duhet ta kujtojmë vazhdimisht këtë gjë sepse nganjëherë kujtojmë se jemi imun edhe kur e shohim që na ka hyrë keqja mrena. Pa e kuptuar. Se ata i thot Allahu, pejgamberi, qa me lotë, ku dëgjon etj etj, dhe xhamati i thjesht, populli i thjesht mashtrohet dhe bjerë viktim, siç kanë radhë viktim e harkistave, siç kanë radhë viktim e tekfiristave, siç kanë radhë viktim e kuranistave, xhamat. Po xhamat i vjetër, 30 vjeçar, kuranist burruj. Po ku e gjetin? Në Gjermani e ka gjetë. S'ka imunitet Allah. Imunitet ka vetëm prej Allahut. S'mund tjetë askush imun. Asun nuk mund t'jemi imun. Askush. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu po trujti o vllajin, Allahu po të mbrojti, po e le ke zgjuarësia jote, ke imani jot, ke besimi jot, a ke hap rrugën vetes. Atëherë duhet i ruajmë duat tona nga këto lloj problematikesh në mënyrë që të na përgjigjet Allahu xhalla xhelaluhu. E për ta mbyllur, kujdes në duat e tua nga lutja mallkuese ose lutja kundër. Lutjet mallkuese, do të thonë ti thua Zotit mallkoft dikujt. Mos bëj lutje të tilla vllai të motra ime. Përveç dikujt që ka vdekur si mohus. Mund thush Allah e mallkoft, nëse je i sigurt. Ama për njeriu e gjallë, edhe nëse është jo besimtar, mos u lut që Allahu ta mallkojë. Pse? Kur lutesh për dikë që Allahu ta mallkojë, duke u lutur që Allahu ta nxjerrë një herë për gjithmonë nga mëshira e tij, ti se ke këtë drejtë. Si tha pejgamberi sa në Uhud, kejfe yuflihu qaumun shajju ra's nabiyihim. Si mund të shpëtojë një popull që plagosën profetin e tyre dhe i nxorrën gjak? Çai tha Zoti, lejse leke min al-amri shay, au yatuba alehim, au yu'adhibuhum fa innahum zalimun. O Muhamedi, ta nuk takon ty kjo punë. Si do të shpëtojnë, nuk është e jotja kjo pjesë. Nuk është e jotja. Sepse fjala e pejgamberit sa si mund të shpëtojë një popull është mallkim. Çai tha Zoti, jo s'takon ty kjo pjesë. Ti s'mund të mallkosh një popull tërë. Takon Zotit. Po der Zoti i pranon pendimin e tyre, po der Zoti i dënon, ato kanë bërë padrejti, okay, kaq. Kanë bërë zullum, po zot me bë mallkim vëllezër. Thotë pejgamberi sa kur dikush e mallkon dikë, mallkimi i tij shko drejt. Nëse nuk gjen rrugë, pra mallkimi nuk është i saktë, mallkimi shkon djathtas. Nëse nuk është i saktë, shkon majtas. Nëse nuk është i saktë, i kthehet personi. E fundit fare, mos u lut kundër vetes tate. Mos u lut kundër fëmijës tate. Mos u lut kundër pasunisë tate. Mos u lut asnjëherë. Sepse ka një hadith që thotë, mos u lutni kundër vetes tuaj, kundër fëmijëve tuaj dhe kundër pasunisë tuaj. Sepse mund të jetë momenti
që Allahu i përgjigj çdo duaje. Ka ca momente tek Allahu që Allahu hap dyrë për çdo dua. Pasha Allahu në vëllezër, e keni futuni, ato që dinë arabisht, inshallah xhallar t'ua japin. Ishte një plak në Egjipt. Jetonte në Varreza. Te 4 varret e djemve të saj. Shkonte në shtëpi, jetonte në Varreza. Si më thon, ishte lehtë, nuk i shka e pi. Edhe pyet gazetarit, po si është puna jote? Se me sa duket ishte hapse haber. Tha, ditë tha kur kanë dalë kalamujt për shtëpie, ju kam thonë artshin tabut. Misolli Zoti në tabut të 4. Kam thonë ta artshin tabut, misolli Zoti në tabut atë notë. Po su lut, pse lutesh? Thuaj Allahu të zoft, Allahu të mëshiroft. Allahu të përmirësoft. Allahu të drejtoft. Boj këtë dua, pse të shkatroft, mallkoft, mos bëf hajër, mos e bëf shpik në hajër. Ku dëgjoj, pse duhet më lut kështu njeriu? Lutë për mirë. A e boni që e boni gabimin? Thuaj Allahu të zoft. Allahu të mëshiroft në birë. Allahu të drejtoft, Allahu të zoft. Allahu të boft musliman të mirë. Allahu të boft besimtar të devotshëm. Thuhet, unë këtë nuk e di këtë, që mos t'ua them kot. Thuhet thot për njërin për imamëve të Qabës. Po sa herë bësha gabim mama thotë Allahu të boft imam të Qabës Serbia. U bosh imam të Qabës. I u borë Allahu Akbar. Falim namaz mos imam të Qabës ne. Pra mësohu më u lut për mirë, mos më lut për keq. Unë nuk po them kur bëhet pa drejtësi, unë nuk po them kur është dikush që është i jashtëm që të kanë hap ty apo muslimanëve, se ashtu pastaj quhesh i letum. Po të paktën kur janë gjëra që janë familjare, kur janë. Më shkatroft Allahu, po pse tu më shkatroft Allahu? Më zoft Allahu. Shkofshën xhenem, po pse më valla? Ço u bë xhenemi dyqane? Jo, unë po se pa për shumë, po ta pata me hire, thu më që ky angel, ka zbrit nga qelë, po ta pata me hire, thoj, e njova njënë, pasha njënë i thaj ditë, tha, gjotha unë vallaj, po t'ja kem vdeksha qafir, tha, po ç'ke me vllaj, thash, pse me vllaj du vdeksha qafir, me vllaj, pse shkon në ekstremin e gjosë që mund të menoj njeriu, thuj me vllaj, në qofë se nuk është e vërtet, Allahu mu zof, çka të më shumë, se s'di si me ta vërtetu që unë kam drejt. Më të keqen që mund të menoj. Jo për që kytë besoj muse. Pra njëju du të me qenë i kujdesshëm. Njëju du të me qenë i kujdesshëm. Momente interesante tham koha e iftarit, koha e syfyrit, me Sezanit dhe i Kametit, kur ulet hoxha për ditë xhumoje që bëhet pushimin para akşamit ditën e xhuma, kur fillon me zbret shiu, kur fillon me zbret shiu një treta fundit natës, kur jenë sejdë para selamit, si tha, ky tha tani, shlut me lutje që Allahu xhallahu e pranon se jo ka hadith tjetër që tha, çdo njeri për ju kur fal namaz le të kërkoj Zotit mbrojtje për 4 gjërave. 1. Sprovës varrit, sprovës zjarrit, sprovës gjallëve dhe të vdekurve dhe sprovës dexhalit. Pastaj tha, thumme li yatakhayyer min ad-du'a ma sha'a. Pastaj të bëj dua për çfarë doj. Ka thonë pejgamberi Zotit, kush është duaja më e pranuar? Tha duaja në fund të namazit. Duaja në fund të namazit. Duaja natën. Pra ka një hadith që thot 1/3 e natës dhe ka një hadith që thot natën në mes natës. Ja Rasulullah, eju duaj nesma. O pejgamberi Zotit, kush është duaja që ngjohet më shumë? Pra me kuptimin që pranohet më shumë, tha fi gjofil lejl. Ai që është mes natës. Pse se s'ka si lloj gjëje, është halli ai që po të çon me bë duan edhe me bë lutjen. Kur dikush bën pa drejtësi. Dua kur jenë udhtim, kur jenë smundje dhe kur është momenti që ka vdek dikush, siç e përmendëm pak më përpara, këto inshallah taala janë momentet interesante dhe kohët interesante dhe disa këshilla që kisha përmbledh këtu për t'i përmend dhe për t'i ndas bashkë me ju, edhe unë du të kthehem edhe një tek fjalia e parë, edhe me këtë du ta mbyll. Ne nuk duhet vrasim mendjen se sa na përgjigjet Allahu për duat tona. Po ne duhet vrasim mendjen si t'i bëjmë dua Allahut sa më shumë.
duhet i lutemi Allahut që të na e çeli Zoti, pra Allahu Zoti ynë të na e çeli këtë oreksin, dëshirën e lutjeve dhe duave, sa është prej Allahut o vëllezër, është prej Allahut. Ama kur sheh Allahu prej nesh që ne duam të jemi të tillë, na jep Allahu xhelle xhelalu qofshim për këtyre njerëzve, Zoti i shpërblet, Zoti i nderoft. Do të falenderoj hoxhën, po edhe hoxhallarët e nderuam që patën durim e më dëgjon mua këtu. Zoti i shpërblet. Zoti i shpërblet për këtë nisëm interesante që kanë ndërmarr, Zoti i rujt. Me vërtet është e bukur, me vërtet është e mirë dhe inshallah bëhet si një traditë e mirë edhe për zonat e tjera të bëjnë organizime të tilla, sepse pasha Allahun që nuk ka zot tjetër përveç tij, ai që përfiton më shumë nga këto gjëra jemi ne. Dhe ne kemi të nevojshme një gjë të tillë, dhe këto ligjërata apo këto tema që mbahen nuk janë thjesht një ushqim për xhamatin, por janë edhe një ushqim për vetë hoxhallarët. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Zoti ju nderoft.